të nisë këtë stafetë, por meqense mendoj që nuk është e mirë të hudhet faj të njëri tjetri, po duhet të startojnë njëra nga parlamenti. Do të ishte shumë e rëndësishme në fakt, por unë po i sjell vetëm argumenti që me sa duket i takon qeverisë së Kosovës së pari dhe ka gjithmonë të ra. Është padyshim qasje e argumentit e bërë nga ana e kryeministit Rama, po në këtë linjë dua të pyes edhe në raport me atë çka është bërë nga qeveria e Kosovës, dhe dua të jem i drejtë për drejtë në pyetje dhe uroj që të kem një përgjigje të tillë. Ka bërë mjaftueshëm qeveria reagimet që janë aty? Kur them a ka bërë mjaftueshëm, kuptohet në kuadër të reagimeve se çfarë mund të bëjë qeveria, po të paktën në kuadër të reagimeve, në mungesë të rezolutës, së reagime, pra i është dhënë pompoziteti i duhur kësaj çështje duke i mbështetur krerët në Hag, apo shohim një situatë fjetur? Sigurisht arsyetimet politike mund të jenë, ndoshta dedikon edhe ligjora që nuk mund të influencojnë apo në procesin që duke zhvilluar. Mund të them drejtën dhe mendoj që si shkurt ta them jo, ka bërë shumë pak. Dhe dyta, krahasimin e marrëm me Serbinë, Kroacinë, deri diku edhe Bosnjën, që me të akuzuarit e tyre shteti ka qenë jashtëzakonisht në mirësjellje të mirë, qoftë financiare, po qoftë edhe morale. Mendoj që anën morale ka mund ta bëj qeveria Spaku, edhe pse ana financiare do thotë shifrat flasin për një investim të madh, që është bërë për mbrojtjen ose avokatët e të akuzuarve. Mirë, po mendoj që ajo çka brenda Kosovës, polarizimit të tilla janë njëra ndër tri, mund të them, faktorët me të cilat ndoshta në këtë rast kundërshtari në Serbia e ka qefin që ta shoh Kosovën. E para është ajo që lidhet me kauzën e tyre të rrejshme për shpikjen e fundamentalizmit. E dyta është krimi, që shqiptarët merren me krim dhe me gjanat e dyta. Dhe treta është polarizimi faktorit të brendshëm shqiptar në Kosovë, që realisht sot e kemi. Dhe mendoj që në këtë drejtim nuk është më rëndësi jam në të përvetshëm. Kushdo që jetë kryeministri i Kosovës, ose president, ose kryetar parlamenti, apo gjithë deputetët, në këta 100 deputet shqiptar, plus 10 të pakicës jo serbe, duhet të dhënë kontributin e tyre dhe të jenë shumë më fleksibilë dhe koshient që kjo është çështje që luhet me të ardhmen tonë dhe historinë e lavdishme të luftës shkrimtare. Ndërkohë, e fundit, por dua vetëm një koment shumë të shkurtër se jemi në limitet të kohës. Kryeministri Rama ka bërë disa kritika sa i takon edhe homologët e tij Kurti në raport me marrëdhënien që ka me Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si shikoni? Për të lutur të përmbledhur mendimin se jemi në limite. Po, sigurisht, në politikën e jashtme të dy vendet, Shqipëri dhe Kosovë duhet të kenë kujdes, sidomos në raport me Përtej Atlantikut, sepse është jetike për ne. Por mendoj që ata që mendojnë të jenë bajraktar të shqiptarëve, besoj që ka edhe një hile në këtë drejtim. Do thotë të dy të mendojnë që janë ata që kanë popularitetin. Ne në këtë kohë nuk duhet të luftojmë për popularitet, duhet të luftojmë që të arrijmë dhe të jemi praktik dhe të finalizojmë atë çka është vullnet i popullit dhe në interes të popullit të dy vendeve. Argument i vlefshëm, faleminderit shumë i nderuar Kënaqësi.